do të na ringjall, do të dalim para tij. Argumentet janë qarta në Kur'an. Zoti i gjithësisë sjell argumentet shumëta, rreshjet e shiut, që bien mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bimë të gjalla, janë argument se ne do të ringjallemi. Zoti i gjithësisë ka kriju krijesa më të mëdha se ne. Qiej, tokën, është e lehtë për Allahun të thotë diçka e bohu dhe bohet. Vllai i nderuar, feja e Zotit është e lehtë. Kush thot me bindje të plot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Muhammedi është rob dhe i dërguar i tij, fiton xhenetin e Zotit gjithësisë. Nëse e thot këtë fjalë me bindje të plot, se ka xhenet, se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem. Ky njeri hyn në xhenet, ashtu na tregon profeti alayhi salam hadithe. Vllai nderuar, motër e nderuar, lum për atë njeri i cili i zbaton urdhrat e Zotit gjithësisë, lum për atë njeri i cili praktikon urdhrat e Allahut lartësuar në Kur'an, lum për atë njeri i cili zbaton hadithet e profetit alayhi salatu wassalam në ditën e gjykimit. Thret Zoti i gjithësisë: Ja ibadi, o robrit e mi, nuk ka frikë dhe pikëllim për ju sot, alladhina amanu, ata të cilët besuan dhe ishin musliman. Udkhulul janna, hynin xhennet, të gëzuar ju bashkë me bashkëshortet tuaja. Allahu na bof prej xhenetive.